Të nderuar të pranishëm, konstatoj se në seancë jemi 92 deputet. Me kalimin e kohës nga një seancë në tjetrën filloi të ulët edhe interesimi i deputetëve për të marrë pjesë në seancën konstituive, duke bërë që disa nga ta shpesh të mungojnë. Kësaj po vlerësohet se kuvendit i ka humbur edhe serioziteti. Fakti që nuk arrin dhe nuk kanë gatishmëri dhe vullnet politik që të ndërtojnë një marrëveshje politike dhe që të kalohet tek kjo çështje. Prandaj ata si duket i kanë më të rëndësishme, pra po flas për disa prej deputetëve të cilët vazhdimisht mungojnë, si duket që i kanë më të rëndësishme pushimet apo edhe aktivitetet të tjera se sa të përmbushja e rolit të tyre kushtetues ligjor. Mungesat që më të theksuara janë te partia më e madhe, po i konsideron të paarsyeshme edhe Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Në ndërkohë nuk ka ndonjë dispozit me akte veçantë të kryesisë së kuvendit që këta deputet mos kompenzohen për pjesën që nuk vijnë ose të ndëshkohen financarisht, sepse ka munguar vullneti i kryesisë së kuvendit të Kosovës në legjislaturën e kaluar që ta miratoj një akte të veçantë në mënyrë që deputetët të caktuar të disiplinoj përmes ndëshkimit financiar për mos pjesëmarrje në seancë plenare. Për 37 herë deputetët shkuan në kuvend me qëllim konstituimin e tij, por asnjëherë duke sjellë ndonjë rezultat.